coptohet edhe një 50 shtete tjera minimum. Pse popujt afrikan nuk kanë rujt gjuhët e tyre, ose edhe nëse i kanë rujt, nuk kanë një gjuhë të shkruar, nuk kanë alfabetet e tyre. Swahili ka, për shembull. Shumica e vendeve afrikane. Varen ose frëngjisht, në gjuhën frenge, ose angleze, si pasojë e kolonive. Ki parasysh që kolonitë perëndimore në Afrikë kanë bërë masakra të mëdha. Ajo që mbajmë mend ne me apartheidin është e fundit, kupton? Unë do kisha tregu një përvojë personale, kam studiuar me shumë afrikan student, bashkur kemi qenë dhe kemi diskutuar shpesh këtë. Sigurisht në një moshë shumë të re, por ajo çka unë nuk e kuptoja si student në atë kohë, kishte nga vendet të ndryshme të Afrikës, student, me cilët studionin bashkë. Pse ju nuk keni alfabetin e juaj të gjuhëve tuaja? Sepse është një hulumtim ndoshta edhe i bërë më herët. Po se kanë qenë me fisë, se kanë gjuhë shumë të vjetra,